Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Shigjetarit. Urojteni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Kjo shtrirje e letrave për ju sot të dashur shigjetar është thirrje për vendosmëri, qartësi dhe ndarje e prerë mes asaj që të rrit dhe asaj që të rrezon. Letrat janë shumë të drejtë dhe flasin për forcimin e kufive të mbrëmshëm dhe të jashtëm. Tetë të zemrës të dashur tregon që ke një zemër që di të jap shumë. Je një njeri që krijon lidhje të forta, që jep mbështetje, dashuri, ndjen siguri për të tjerët. Por shpesh kjo ka ndodhur pa u vlerësuar mjaftueshëm të dashur shigjetar dhe kjo më vjen shumë keq. Ke qenë forca mbështetëse në shumë situata, por tani ndihesh e lodhur nga dhënja pamas. Duke dhënë pamas. Dhe ky glande që quhet ndryshe të dashur, tregon se ka ardhur koha të rivlerësosh themelin tënd të dashur shigjetar. Nuk mund të ndërtosh një jetë të qëndrueshme mbi mirësi që shkon në drejtim të gabuar. Madje vetë shprehja në letër tregon, thot, ai që kursen të këqit, dëmton të mirët. Pra, nëse vazhdon të jesh i mirë me ata që abuzojnë me ty, dëmton veten, të dashur shigjetar, dhe ata që meritojnë dashurinë tënde. I dëmton veten dhe ata që meritojnë vërtet dashurinë dhe përkujdesin tënd. Perandori këtu tregon flet për vendosjen e kufive të qartë. Kjo është thirrje për të marrë pushtetin personal në duart tuaja, për të vendosur rregulla, struktura dhe për të thënë jo kur është e nevojshme. Ky është momenti ku duhet të udhëheqësh, jo të ndjekësh. Dhe 6 të lejthisë të kujton që stabiliteti yt është në rrezik nëse nuk ndërhyn me vendosmëri të dashur. Nëse vazhdon të japësh më shumë se sa merr, gjithçka që ke ndërtuar mund të fillojë të rrëzohet. Të dashur shigjetar, mirësia jote është fuqi, por jo kur përdoret nga ata që se meritojnë. Vendos kufi të qartë, rregullo strukturën e mbrëmshme, mbaj të mirët afër dhe largo veten nga ata që të shfrytëzojnë. Që e shfrytëzojnë zemrën tënde dhe ju e dini shumë mirë kush janë. Tani është koha për të udhëhequr jetën tënde me forcë, jo me faj. Pra, kur i fal shumë ata që s'të duan të mirën, dëmton veten. Dhe kjo nuk e vlen.